Kundër? 7 herë është qitë në votim Albolina Agjiu, ne kemi votu kundër. Kemi votu e kemi respektuar për caktim të vendimit zgjuar shkruetëse. Na nuk votojmë për komisionin, së është votim jashtë rregullores, pse duhet votojmë për komisionin. Ne nuk marrim pjesë në një votim që është hapur kundrejt rregullores. Që po shpjegoj pse. Nëse merrni rregulloren e punës kuvendit, unë e kam pas diskutim edhe me kolegët e VV-s, por nuk e di se kuptojnë. Eni 9 i rregullores flet lart për seancën konstituive. E ka jamin Edhe tabletin me LED. Tableti me LED. Ka dale, tableti, LED-i. Që kjo është neni non, kryesimi seancës konstituive. Nëse më leja, më duhen 2 minuta, Po shlirë, që? Ky është neni 9 që flet për seancën konstituive ku jena na. Konstituent, që vjen prej anglishtës, e korrojnë edhe latinisë, do të themeluse, seancës themeluse. Që kjo seanca që e themelon kuvendin. Edhe kjo cakton qartë që ka ndodhur në çat kuvend. Këtu kërkun nuk thuhet që ti mundesh me bë mocion procedural. Apo shehin ai që thotë më bë mocion procedural me shti votim në shef tek këtu. E kom mësu përmend. Kur shkon tash, nëse shkon te neni 67, duket flet për mocion për seancat plenare. Duket 67, E gjujmë edhe 67 që na Shumë më rëndësi kjo pjesë po sqaru. 38 që 67. Seancat Pezullimi dhe mbyllja seancës plenare. Pak më lart, të lutem, pak më lart se s'është ky. Edhe rastet që bëhet rrëmujë se s'respektohet kërkesa kryesuesit për seancën. Jo shkoma, po mendoj ktheu mbrapa neneve, ktheu mbrapa deri te seanca plenare kushun. Edhe pak. Ajo është më herët. Edhe pak. Okej, edhe pak. Kuorumi dhe vazhdimi i seancës plenare. Edhe pak. Ma mocionet përmbajtësore. Mocionet procedurale neni 57. Okej, edhe pak ktheu mbrapa. Edhe pak, fillimi ndryshimi randi ditës. Sesionet e punimeve të kuvendit. Po. E tash, të që ky kapitull jemi, a mund të më në një minut? E lexuam na neni 9? Po. Folke për seancat, nëse mund të më ngrit pak? Shlirë. Unë së ngritëm se duhet me të njek me tablet. Na folëm për neni 9, Po. që është neni që flet për seancat konstituive. Na shta mu e dhone, po. Që kjo është neni 49, që flet për punën e kuvendit, edhe për matutje për seancat plenare. Kema por dikur neni 62 se 63. Rendi i ditës seancës plenare, që për shembull këtu ke rendi i ditës seancës plenare. Filimi seancës ndryshimi rendi i ditës është 52. Po du me shpjegu lartë për ata që janë jurist, se s'intereson edhe këtu të generalitete, po ka rëndësi për këtë rast. Seancë plenare vjen pe latinishtës u quajtur kur u mojt senati, krejt senati bashkë. Plenumi dhe krejt se ka pas senati edhe organet ndara, si që janë tash komisionet parlamentare, origjina është atje. Kur u mbledh senati krejt u quajtur plenare, çka quhet seanca plenare. Kjo seancë është e vendosur këtu për shembull te nenit 50 ose 60, a dini pse? Se duhet më ndodh një herë seanca konstituive, mu themelu organi i kuvendit, për me ardhur tek kjo pjesë. Na në juridikë mësojmë që ka rëndësi dhe renditja e nenit. Pse aty është neni 9, sepse duhet më ndodh ajo për me ardhur tek kjo. Në këtë pjesë flitet për mocionet procedurale. Pra gjatë seanca plenare, jo seanca konstituive. Një nga mocionet procedurale është 57 që mocionet procedurale. Do më thonë, një nga mocionet procedurale, s'ta kuptoj publiku, është edhe me qunë në votim të msheft një qeshtje. Po për me ndodhë ato mocionet procedurale, du të marrë të shtu seancat plenare, jo në seancë konstituive, atje nuk lejot, atje rendi ditës, si s'ta i caktuar rregullore, edhe e caktohet, thuhet nga i shkrytari i kuvendin takime përfaqësues të partive politike. Sot i shkrytari s'ka drejt me shku as në zyre, më kthy më punë. Pas më na me kthy kohën mrapa me caktu votimin e mshef. Kjo është pjesa, domethënë, kjo është pjesa e rregullores. Avni Deari e shkel për ditë këtë rregullore. E shkel për ditë. Edhe ajo që i thashë koherumit është absurde, po ashtu edhe kjo është komplet absurde. I qartë verzioni juaj i shpjegimit. Pyetja tjetër është